Miri në finale paralajmëroi se do të bënte një veprim që kishte menduar prej kohësh, duke lënë të kuptojë se dëshironte të rikthehej edhe një herë në një moment simbolik për të brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ky paralajmërim erdhi në çastet kur ai dhe Selini mbetën të fundit brenda shtëpisë, pak para se të dilnin drejt studios së finales. Në ato momente, ajo drejtua Ledionit duke thënë se dëshironte që të shkonte deri në dhomën e gjumit për të realizuar këtë veprim që e kishte paralajmëruar. Pas lejes, Miri shkoi drejt dhomës së gjumit dhe ushtri në krevatin që kishte ndarë me Selinën për disa ditë gjatë qëndrimit e tyre në shtëpi në fillim, një veprim që u komentua shumë menjëherë nga publiku edhe në rrjetet sociale. Gjatë këtij momenti, ajo u shpreh: "Unë kam më shumë se 2 muaj që nuk jam shtrirë te ky krevati dhe doja që të shtrihesha edhe një herë te krevati i cili ka filluar startin e këtij spektakli, ndoshta për fat, ja kaq." Ndërkohë Selinit ky veprim ju duki çuditshëm dhe reagoi menjëherë duke u çuar nga vendi dhe duke shkuar drejt derës për të dalë drejt studios. Pas disa sekondash Miri u çua nga krevati dhe u drejtua për të dalë nga shtëpia, ndërsa Ledioni në formë shakaje komentoi momentin duke thënë: "Krevatit i qofsha fal, ju pres në studio." Nga ana tjetër, në rrjetet sociale vërshuan komente negative për gestin që Miri sapo bëri. U kujdes që të ishte neveritshëm deri në fund. Me këtë gjest ule veten, mendova se do i kërkonte falje, po njerëzilliku zero. Ik tani në shtëpi Miri. Nuk e di domethënë budalliku i radhës, e çfarë tregoj me këtë, ishin disa nga komentet negative që ai mori me këtë veprim. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.